Spider-Man. A ki diçka me ju thonë tërve që të kanë jop dhurata? Faleminderit. Sot klinikën e pediatrisë e vizituan superheronjet duke sjellë buzëqeshje tek fëmijët. Alpinistët e veshur si personazhet e tyre të dashur të filmave u lëshuan nga ndërtesa dhe shpërndan dhurata për të vegjëlit. Ky aksion organizohet për 6 vjet me radhë dhe tashmë është bërë një traditë që sjell gëzim çdo dhjetor. Jom Kristiani, prej klubit Alpin Prishtina, është viti i 6 që organizojmë superheroj në pediatri. Këtë vit, që shpeshini, e kemi bo haloma madhështore, falë edhe për krasve krejt, të e përfshi ministrin, drejtoreshën, bankën ekonomike. Këtë vit kemi edhe një befasi prej shkollës Mitrush Kutili në Matiqan. Aktivitetin e organizojmë bashkë me Care for Kosovo Kids, është viti i 6 dhe është bo aktivitet tradicional. E dini dhe qëllimi kryesor është me i gëzu sa ma shumë fëmijë. Për pas me i gëzu kemi mbledh fonde këtë vit, ka që shumë jemi mundu me përmes valës, përmes rrjetit tyne të dërgimit të SMS-ve e shumë qka tjetër. Në anën tjetër gjithashtu edhe kemi pas edhe prej Community Development Fund, kemi shumë përkras, shumë sponsor, gjithashtu edhe kemi krejt vullnetar nalt dhe mas shumë të që kisha dashme i falendëru janë stafi mjekësor. Këto Faleminderit shumë klubit Alpin Prishtina, faleminderit shumë Care for Kosovo Kids, faleminderit shumë partnerve të gjithëve që tash e kanë bërë si një tip e përvitshme, një moment gëzimi për fëmijët në klinikën e pediatrisë. Dhe për këto, bashkë me klinikën e pediatrisë, natyrisht edhe ne jemi sot këtu për dar gëzimin që fëmijët e përjetojnë me superherojt mrapa, dhe për t'ju dëshiruar edhe shëndet mbi gjitha, por edhe fundvit të mbarë. Faleminderit shumë. Është kënaqësi me qenë sot këtu, unë jam shumë emocionume, po m'duket vetja si fëmijë se të natë, se cili prej nesh është edhe një fëmijë që rinë mrenda. Për ndryshe, i falenderoj klubin Alpin, edhe superherojt, po për mu herojt më të mdhej janë këta fëmijë që përballen me probleme dhe luftojnë, e gjithashtu du me falenderu stafi mjekësor që u rinë gati edhe janë fantastik. Ne si Fond për Zhvillim Komunitar e përkrahim këtë aktivitet kemi me bo me vitet të tjera edhe në tutje, në kuadër të projektit të drejtave të njeriut, apo përkrahjes për të evituar probleme me shëndetin mendor. Faleminderit gjithë, faleminderit media, faleminderit shumë të nderuar doktor dhe të nderuar stafi teknik i spitale, faleminderit për punën e palotshme që e bajna. Sot jam shumë e gëzuar për këtë donacion që kemi bë, mendoj që për bankën ekonomike është donacioni më fisnik që kemi mujt me bë, sepse sot do të mundohemi të sillmi një buzëqeshje fëmijëve të cilët janë në shërim këtu në spitalin e pediatrisë, duke i uruar aty në shërim dhe të kthejnë sa më shpejt pranë familjeve të tyre. Sot do t'i argëtojmë aktivitetet të ndryshme dhe si dhe me dhuratat për ata që kemi menduar sot ju sjellim. Superherojt e vërtetë kemi njëkt, që çdo ditë ballafaqohen me Faleminderit. Na si klinikë pediatrike kemi nderin, kënaqësinë dhe privilegjin që për vitin e 6 me radhë të mirëpresim superherojt në pediatri, një aktivitet humanitar që organizohet nga organizata Care for Kosovo Kids së bashku me klubin Alpin Prishtina. Ta çdo vit, domethënë që 6 vite me radhë vini gëzojmë fëmijë për t'u treguar fëmijëve që fëmijët në spital nuk vinë vetëm të shpohen, të marrin injeksione, por të ndodhin edhe gjëra të mira dhe i jep kurajë fëmijëve. Unë i falenderoj të gjithë vullnetarët, të gjithë ata kontribuesit që ju kanë bashkangjit këtij misioni që çdo vit më shumë po pasurohet, por më shumë dua t'i falenderoj fëmijët e vegjël, të cilët çdo ditë na tregojnë dhe na vërtetojnë se si luftohet me guzim. Çka t'ka pëlqyer mas shumë ti sot? Spider-Man. Çish ke kalu sot? Shumë mirë. A ki diçka me ju thonë tërve që t'kanë jop dhurata? Faleminderit.